Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës Akrepit. Do bëjmë një mesazh për ju. Kjo letër flet për një etapë ku ndihesh si në kërkim. Ndoshta nuk i keni përgjigje të qarta me pyetje që nuk të lën rehat ose me ndjesi të fortë që diçka më shumë të pret, por nuk e sheh ende me sy. Ajo që po ndjen nuk është hutim, është thirrja e shpirtit tënd që të kërkon të gërmosh më thellë. Kjo letër simbolizon mençurinë që fitohet vetëm në rrugtimin personal, jo nëpërmjet librave apo këshillave të tjerëve. Ky është udhtim që vetëm ti mund ta bësh, sepse ajo që po kërkon të dashur Akrep është diçka që lidhet me misionin, autenticitetin dhe drejtimin tënd të vërtet në jetë. Po kërkon kuptim në çfarëdo që je duke kërkuar, po kërkon të ndjesh më shumë nga dashuria, më shumë nga jeta. Kjo letër të thotë mos u ndal, mbaje dritën tënd ndezur, edhe nëse nuk sheh përtej disa hapave. Dija që qartësia dhe qëllimi do vinë tek ty të dashur Akrepër, por vetëm nëse ti je gatshme të ecësh në errësirën pa u dorëzuar. Ndonjëherë shikojmë veten si të humbur, kur sikur ato çfarë jemi duke jetuar mënyra nuk na përmbush më, dhe ndihemi vërtet si të humbur. Mos harroni që jeni një kërkues të së vërtetës dhe drita që po kërkon është brenda teje. Mos ndal derisa të ndjej e plotë, të ndjej e përmbushur. Absolutisht. Pra, ti nuk je duke humbur rrugën, në fakt je duke i gjetur veten.